Miq, përshëndetje dhe ju ndjekës kanalit Psikologjia Shpirtërore. Mirë se u gjetëm në këtë video dhe sikurse mund ta keni kuptuar nga titulli i kësaj videoje, do të përgjigjem këtu disa pyetjeve për të cilat ju falenderoj, po njëkohësisht kërkoj edhe ndjes që i kam lënë pa përgjigje për një kohë të gjatë. Kjo për angazhimeve të shumta që un kam, por disa prej tyre edhe janë përgjigjur, pra përmjet mesazheve që kemi shkëmbyer dhe sipas rregullores së këtij kanalit, për të qëndruar korrekt shikuese dhe fjalës së Zotit, nga ku burojnë dhe këto këshilla, është dakord që këshillat që jepen në këtë kanal të ndahen edhe me publikun në mënyrë që sa më shumë prej nesh që kanë probleme të ngjashme të përfitojnë nga këto këshilla që vijnë nga udhëtia e Perëndis, vlen ta theksoj nga shkrimi i shenjtë, pra nga Bibla. Dhe po filloj në fakt me pyetjen më të freskët që ka ardhur përpara disa ditësh, të cilën e përfshiva në këtë listë. Pyetja ishte shumë e thjeshtë, si të lë pijen? Pra shkruan dhe një zotëri. Së pari, çfarë më duhet të them është që e vlerësoj që ka këtu një dëshirë për ta lënë pijen. Dhe së dyti ka një hap konkret që zotëria e drejtohet pikërisht dikujt dhe në rast konkret erdhi në fakt në mesazhet e kishës ku unë shërbej. Dhe çfarë do të përgjigjesh është që ka dy mënyra, domethënë. Mënyra e parë është mënyra më e përgjithshme, me ndihmën e mjekëve. Dhe ka metoda të ndryshme mjekësia sot, por një prej mënyrave në fakt është edhe me ndjekjen e një psikiatri. Pra për të parë shkaqet. Pra shkaqet që pse je i varur nga alkooli, le të them. Kurse mënyra e dytë, ose një mënyrë shoqëruese të parës, që mund ta këshilloja, është pikërisht me ndihmën e Zotit. Pra të fitosh besim dhe siç e keni nisur këtë hap të parë që keni kërkuar ndihmë dhe po mendoni që ta lini pijen, që është një hap shumë i madh, që jo të gjithë e bëjnë. Dhe kështu keni besim. Keni besim. Ne të krishterët besojmë se me Perëndin asgjë nuk ka të pamundur. Kjo shkruhet në Shkrimin e Shenjtë. Pra për njerëzit, shumë gjëra, madje pothuajse të gjitha janë të pamundura. Pra njeriu me forcat e tija, pavarësisht se ndonjëherë motivojmë veten edhe na duket sikur shumë bëjmë, por në fundit bëjmë vetëm një vrim në oqean, le të them. Kurse me Perëndin thotë Shkrimi i Shenjtë, asgjë nuk ka të pamundur. Pra as edhe një gjë. Kështu që nëse fitoni besim dhe shkoni pranë Perëndis, besoj se Zoti do të drejtojë, ndoshta siç ju ka drejtuar deri tani që keni shkruar në redaksinë e kishës tonë që si mund ta lini këtë ves shkatrues që për vërtetës është edhe mëkat. Është edhe mëkat, pra të dehurit është mëkat dhe rrezikon për jetësim. Pra do ta themi këtë. Nëse njeriu vazhdon që ndron në këtë mëkat. Çfarë mund të ndihmonte në këtë fazë që jeni, është pari i bëni një pyetje vetes që pse po pini, pra pse keni filluar pijen dhe pse vazhdoni të pini. Pra nëse mund të zgjidhni këtë pyetje në vetvete, besoj se do hidhni një hap tjetër më të madh. Dhe të paktën përvoja ime si një këshillues i certifikuar ndërkombëtar për zhvillimin personal dhe profesional, përveç anës shpirtërore që unë ndjek, gjasat janë, të paktën në shumicën e rasteve që unë di, janë kur njerëzit nuk përballen dot me jetën. Pra njerëzit preferojnë që mos përballen me sfidat e jetës dhe zgjedhin ti mënjanohen këtyre sfidave dhe përdorin këto substanca alkoolike në mënyrë që t'i harrojnë hallet. Pra e mpin atë dhimbjen, atë ankthjen, atë irritimin që ndodh për brenda sa herë që ka sfida në jetë. Por në fakt jeta e tillë është, sepse në jetë përballemi me njerëz të tjerë që kanë probleme të tjera, halle të tjera dhe nuk është e lehtë. Vetë Zoti Jezu Krisht shkruan, domethënë thotë në Ungjil, ku është dokumentuar që në këtë botë do të keni probleme. Pra Zoti asnjëherë s'ka bërë rrugën të lehtë. Madje përkundrazi thotë që është e ngushtë, e mundimshme, thotë, pra është e dhimbshme rruga e jetës.
sidomos rruga shpirtërore për atë që ka vendosur të ecë me Zotin. Por ama Zoti jep ngushëllimin, thotë merrni zemër, thotë sepse unë kam mundur botën. Dhe për ne krishterët kryqi është jo simboli i dhimbjes, është simboli i lavdisë. Dhe vetë apostulli Paul shkruan që kur jam i dobët, unë atëherë jam i fortë. Sepse Krishti jeton në mua. Pra hiri i Perëndis më jep forcën që të ecë përpara. Kështu që një jetë me besim është një jetë e një fuqie shpirtërore të papërshkrueshme. Pra Perëndia mund të bëjë shumë për brenda nesh, madje më shumë se sa ne mendojmë. Kur ne jetojmë me besim tek ai. Pra e lëm jetën tonë në dorë të tij, jo në kuptimin që ne nuk bëjmë asgjë. Por siç ka thënë Shën Agustini, besojmë ose lutemi sikur gjithçka varet nga Zoti, por edhe punojmë dhe jetojmë sikur gjithçka varet nga ne. Dhe kështu Perëndia ndërvepron, si thua, me talentet që ne na ka dhënë, dhe ne jep forcat e reja për të ecur përpara. Kështu që zotëri dashur, duke thënë gjithë këto, do e mbylla këtë këshill duke ju inkurajuar që të shkoni para Zotit në lutje, në emër të Jezu Krishtit. Kërkoni dhe shkoni në një kishë, ndoshta edhe në kishën më të afërt që keni. Dhe atje mund të gjesh dhe njerëz që do mund t'i përkrajnë, do mund t'i këshillojnë, siç po këshilloj unë, por do i keni më të afërt. Mund të shoqëroheni me ta, mund të ndihmojnë, mund të luten për ju. Por edhe mund të mbajnë në vëzhgim, të mbajnë të përgjeshëm, që ta luftoni këtë mëkat të alkoolit. Sepse ne nuk kemi krijuar që ta fikim mendjen. Zoti na ka dhënë mendjen që ne ta përdorim, dhe të krijojmë me mendjen tonë. Pra të punojmë, të jetojmë, të ecim përpara. Kështu që Zoti t'ju bekojë dhe ju çliroft nga ky ves që në fakt është shkatrues, ka shkatruar dhe shkatron miliona jetë njerëzish çdo vit. Dhe kalojmë te pyetja e dytë, një djalë që ka shkruar para disa kohësh në komentet në një video, pse lejohet skllavëria në Bibël? Pra diçka e tillë, unë po i përmbledh që mos të harxojnë shumë kohë, e vlerësoj kohën tuaj. Së pari, skllavëria në Bibël. Skllavëria në Bibël nuk lejohet, domethënë. Madje Bibla asnjëherë nuk e lejon, asnjëherë nuk e nxit dhe asgjë të mirë nuk shkruhet në Bibël për skllavërinë. Përkundrazi, Zoti nëpërmjet profetit Mojsi në Vjetën e Vjetër, pra Biblën hebraike, që është pjesë e Biblës krishtere, por bëhet Vjeta e Vjetër, Vjeta e Re, pra po flasim e Vjetra është para Krishtit. Në ligjet që i cakton popullit të thirrur të Izraelit, pas çlirimit të tyre pikërisht nga skllavëria në Egjipt. Pra Perëndia është ai që çliroi popullin e tij nga skllavëria. Pra Perëndia çliron nga skllavëria. Por ama ka një gjë që duhet ta theksojmë më së miri, që është konteksti kohor. Pra po flasim shekujt para Krishtit. Shekujt para Krishtit, gjithë sistemi ekonomik ishte bazuar në skllavëri. Pra piramidat e Egjiptit, po ta marrim kontekst simbolik, skllavërinë kanë si leitmotiv. Pra është baza që janë sklavërit dhe vazhdon në kasta deri në maj që është faraoni. Dhe në këtë sistem funksiononte gjithë bota. Sikurse vazhdon funksionon dhe sot, po që sot ka të tjera dinamika, të tjera modele për zhvillimin, po prapë në thelb skllavëria, shfrytëzimesh. Kurse në atë kohë ishte legjitime skllavëria, sepse ishte rendi sklavo-pronar. Kurse sot kemi një rend kapitalist. Po prapë sundon ai që kanë shumë kapital. Pra është pak më ndryshe, po si më ilustruar, po njësoj është pothuajse. Pra shumica në botë prapë në varfëri jeton. Dhe i shërben pakicës. Që jemi të korrekt edhe me kontekstin historik dhe ekonomik. Pra, në Bibël, para Krishtit, shekuj para Krishtit, kemi të bëjmë një rend sklava pronar. Por Zoti është ai që çliroi popullin e tij nga skllavëria egjiptiane dhe i dha ligjin profetit Mojsi që ta rregullonte skllavërinë dhe t'i jepte dinjitet dhe respekt sklavërave. Sepse të gjithë janë bitë Perëndis. Si të pasur, si të varfër, si sklavër, si të vlirë janë gjithë krijesat e Perëndis. Dhe Perëndia në bazë të ligjit Mojsiut dha rregullimet pikërisht për sklavërit. Dhe çfarë rregullimesh kishte atje? Për shembull, një sklav ishte i detyruar të shlyente borxhin zotërisë,
duke punuar vetëm 6 vite në shtëpinë e zotërisë së tij. Pas 6 vitesh, ai kishte me ligj, me drejtën e Zotit, që i dha profetit Mojsi, të ishte i lirë, pra të ikte në shtëpi e zotërisë. Dhe zotëria kishte detyrim sklavit t'i paguante një pjesë të pasurisë që sklavi të fitonte një jetë të re, një jetë të lirë, pra në ndërtonte jetën e tij, familjen e tij. Dhe po flasim para Krishtit, pra e kuptoni? Pra kombi i Izraelit që u zot nga Perëndia, fal premtime që Perëndia i bëri Abrahamit, ose ka Izraeli diçka, është Perëndia që zgjodhi atë. Vetëm kombi i Izraelit ka pasur të drejta në atë, ndërkohë që gjithë bota ka qenë një skllavëri ekstreme. Pra vetëm 6 vite punonte sklavi. Madje ligji, po të shkosh amendamentet në Torën hebraike, pra në ligjin, përcakton dhe thoshte, nëse ti i thoshte sklavit, në bazë të ligjit, nëse sklavi pas 6 vitesh nuk ikën, pra të çlirohet dhe ndërtoi jetën e tij, atëherë është më mirë të marrë veshën, thoshte, dhe ta nguli me gosht tek dera e zotërisë dhe të rri aty. Pra ishte një mënyrë metaforike për të thënë që sklavi është i nxitur dhe i detyruar të fitojë lirinë, sipas ligjit të Zotit. Pra thamë që shkrimi i shenjtë në Bibël jo vetëm që nuk e lejon skllavërinë, por ama e nxit sklavin që të fitojë lirinë, sikurse jep të drejta shekuj para Krishtit sklavit që të ketë respekt dhe dinjitet në shoqëri, dhe detyron zotërinë që ta paguajë dhe të sillet mirë me të. Dhe një gjë tjetër që mund të kemi parasysh është që në Izraelin e kohës, ndër judejt, sklavit trajtoheshin tashmë me dinjitet dhe jetonin bashkë në zotërinë e tyre. Pra siç kemi pas në modelin feudal në Shqipëri, për shembull, smaqarët, jetonin bashkë me belerët e tyre, ose me zengjinët, ose me pra ishte një formë ngjashme pra lindore, ose që është trashëguar deri vonë në vendet anglosaksone. Në vendet anglosaksone jetonte majordomi bashkë me zotërinë. Kurse në botën pagane që ishte pa Zotin, që nuk ishin ligjin e Zotit, sklavi nuk kishte as edhe një të drejtë. Dhe zotëria madje mund edhe ta vriste, një zotëri romak mund ta vriste sklavin e tij dhe nuk kishte asnjë ligj që dënonte atë. Kurse në Izraelin e kohës, flasim gjithmonë para Krishtit, nuk lejohej vrasja e sklavit. Pra nuk lejohej, si thua, marrja e jetës së tij. Thamë që sklavi trajtohej njësoj me dinjitet si biri i Perëndisë, njësoj me zotërinë e tij dhe nxitej liria e tij. Kurse pas Krishtit pasaj ndryshon komplet puna, pra nga shekulli 1 e mëtej krishtërimi vetëm sa ka sjell zhvillimin e të drejtave të njeriut dhe e ka shkatruar skllavërinë fare, pra krishtërimi e ka shkatruar skllavërinë në kuptimin e mirë të fjalës. Po të shikojmë në Vjetën e Re, apostujt shkruajnë shumë qartë që ju sklavër thotë, binduni zotërinëve tuaj, sikur të ishte Zoti, pra i flet sklavëri që janë besimtarë, dhe krishterë. Por edhe ju zotërinj thotë, silluni mirë thotë, me punonësit tuaj. Duke ditur që na Zoti do e merrni shpërblimin. Gjithashtu thoshte shkrimi i shenjtë në Vjetën e Re që nëse je thirrur si krishter duke qenë sklav, mos kërko ta ndryshosh. Pra nuk është të thënë që ti tani u bëre krishter dhe si thua rebelohesh ndaj zotërisë, në asnjë mënyrë, sepse tani filli ishte rendi ekonomik në kontekst historik. Por ama shkrimi i shenjtë vazhdon, por nëse të jepet liria, pra nëse të jepet e drejta ose mundësia, pra shkon krishterimi nxitet edhe oportunizmi. Pra nëse të jepet mundësia ta fitosh lirinë, fitohet edhe ose njëri i lirë. Dhe të gjitha lëvizjet 20 pasaj në shoqëri, të gjitha kanë ndodhur nga krishterët. Deri në heqjen dhe ndalimin e skllavërisë në fund me ligj total gjatë kohës së Abraham Lincolnit në Amerikë. Dhe mos harrojmë që Lincolni ka qenë një krishter, pra avokat si profesion, një krishter dhe gjatë kohës së Lincolnit mblidhej parlamenti pasi lutesh në Perëndisë. Gjë që ka filluar të bën pak a shumë të Donald Trumpi, nuk e di sa do zgjas ajo gjë, sepse në kohën e Lincolnit ata luteshin në çdo seancë. Pra ishte parlamenti një lloj kishe. Dhe Lincolni shkoi deri në vetmohim, le të themi, së pari për ndalimin e luftës, që mos kishte gjakderdhje midis patriotëve, pra Amerika e Veriut me Amerikën e Jugut,
E dyta ishte shkatrimi përfundimtar i skllavërisë. Dhe e fundit fare pasaj ishte edhe shkatrimi i racizmit me kohën e Kennedy, gjithashtu një krishterë. Pra, nuk lejohet skllavëria në Bibël. Nëse përmendet skllavëria, duhet parë konteksti kohor dhe gjithmonë shkrimi i shenjtë duhet të lexohet në kontekstin kohor. Se nëse nuk njohim historinë, mund të bien pasaj në terrene të rrezikshme pasaj dhe do na duket Zoti si tiran, jo, Perëndia është dashuri dhe Perëndia do të gjithë, por ama Perëndia është Perëndi i rregullt dhe të gjithë janë thirrur që të ecin në rregull, në respekt dhe në harmoni me njëri tjetrin. Kjo përsa i përket kësaj pyetje, uroj të jetë e qartë. Pyetja e radhës që unë e kam përmbledhur me titullin Si të gjej një burr të mirë. Në fakt është një vajzë që nga shkruar përpara disa kohësh, ndoshta edhe një vit, në cilën kemi shkëmbyer mesazhe. Ajo ndjej shumë e ngarkuar në ankth, e mbyllur vetvete, kishte humbur, le të themi, dëshirën dhe motivin për të qenë aktive, për të qenë sociale. Ose që me njerëzit të rritë thjesht për të shtyr kohën, gjithashtu me në punë, pra kishte humbur motivin dhe nga komunikimi me të, zbulova që shkaku, e sa arritëm të kuptoj, është që ajo shkuanti që bashkëtonte me dikë, pra me një djalë i cili nuk e përkrahte dhe përveç se nuk jepte atë respektin e duhur, nuk ishte edhe i sinqert. Dhe vajza tregon që e kishte zbuluar teksa ai shikonte vajza në rrjetet sociale dhe komunikonte me këto vajza në privat, flirtonte le të themi. Dhe më teja shkruan që rri me të sepse nuk kam me këtë rri, por ai thotë nuk kujdeset as për mua as për prindërit ku kemi probleme. Dhe ajo kërkon dikë që të jetë i sinqert, që ta vlerësojë, ta dojë për atë që është. E kështu me radhë. Këtu do ndalem në disa pika. Tash do pyetin ngrem në mënyrë që të gjithë të përfitojnë nga urtësia e Perëndisë dhe i bëjmë gjërat në rregull, siç pëlqen Zotit. Nëse gjërat i bëjmë në rregull, edhe jeta jonë do marrë bekimet e Perëndisë. Nëse nuk i bëjmë në rregull gjërat, atëherë nuk ka se si ne të kemi bekime, sepse kemi zgjedhur të ecim me mendjen tonë dhe jo me vullnetin e Zotit. Dhe së pari, ajo që vlen për të përmendur është që bashkëtesa është mëkat. Pra bashkëtesa nuk është plani i Perëndisë për njeriu. Bashkëtesa deri para 30 vitesh nuk njihej në shoqëri, sidomos në Shqipëri le të themi. Gjithmonë, po të flasim në kontekstin tonë shqiptar, familjet tona kanë qenë familje që i ruanin vlerat familjare, i ruanin traditat, dhe për vërtetë traditat që ne kemi trashëguar vijnë të gjitha nga Shkrimi i Shenjtë, vijnë nga fjala e Zotit, janë tradita të krishterë. Kështu që nëse, si thua, kjo marrëdhënie ka nisur mbrapsht, le të themi, se them mbrapsht, se bashkëtesa është e fundit, dhe duhet ndodhi pas martese. Por nëse ne nisim mbrapsht të fundit e nisim të parën, atëherë si do mund të bëhet? Pra fazat janë pak a shumë këto që njihen dy njerëz, pra e vazhdojnë lidhjen e tyre vetëm për të njohur njëri tjetrin. Pastaj nëse vendosin të rrasin familjet, bëhet fejesa. Gjatë fejesës nuk ka raport intim. Fejesa është thjesht një lloj marrëveshje midis familjeve, sepse do kalojë jeta me këtë njeri. Dhe plani i Perëndisë për martesën është që ajo të jetë e përjetshme, derisa vdekja të ndajë. Pra nuk ka në Bibël bashkëtesë, nuk ka divorc. Divorci mund të jetë vetëm për një shkak që është tradhtia bashkëtorë ose kurvëria, siç ne si më ka. Dhe mos na shtahi kjo fjalë sepse është fjalë shqipe, është një fjalorin shqip. Dhe vetëm pas martese, çifti pasaj bashkëton. Muaj njatit pasaj, kështu me radhë, pasaj një frytet e martesës, fëmijët e me radhë. Tani çfarë bën ligu në mendjen njerëzore? Është që çon njeriu, pra këto frymra të këqija që bëjnë pjesë të njerëz të ndryshëm që shpikin teori kundra Zotit, i mësojnë njerëzve që jo, ti nisën mbrapsht, pra nisën me bashkëtesë, pasaj
edhe mund t'i tregosh familjes, edhe jo, pasaj, pas jeton sa kohë, pasaj mund t'i njihesh me ata. Domethënë, e nisë nga zhëja, kaloj tek K-ja L-ja, pastaj te A-ja, domethënë. Ndërkohë që janë me radhë A, B, C deri te Z. Pra nëse nuk ecën në planin e Zotit, kjo marrëdhënie nuk ka se si të ketë bekimin e Zotit. Sepse vetë fjala e Zotit thotë shtrati martesor të jetë i papërdyrë. Dhe çfarë ndodh? Niset në bashkëtesë dhe djali vazhdon me të njëjtën mendësi, siç e ka nisur ashtu vazhdon dhe me vajzat të tjera, sepse mëkati pjell mëkatin dhe mëkati vetëm rritet si kanceri. Kështu që në këtë pikë më duhet ta them me dashuri dhe me zemër dhe me ndërgjegjje të pasur para Zotit që ky është mëkat dhe është gabim, është zitim dhe është nuk ka se si të mbi, si thua, lulja këtu, të mbi gjëmbi. Por nëse e ke falur djalin, ke bërë shumë mirë. Pra ta falësh për dobësinë e tij, për mëkatin e tij. Ai dukshëm është i papërgjegjshëm dhe është i papjekur. Përderisa i bën këto veprime, ndërkohë që bashkëton aty me gruan e tij, se në momentin që ndani shtratin, jeni të martuar para Perëndis. Por nëse keni falur, keni bërë mirë sepse falja është vullneti i Perëndis. Nëse nuk e keni falur, atëherë duhet ta falni dhe duhet kaloj kjo gjë. Sepse vullneti i Perëndis është të falni. Bota jeton në mëkat. Këtë thotë fjala e Zotit, dërgjet në mëkat. Por ai që bën vullnetin e Perëndis jeton për jetë, thotë fjala e Zotit. Dhe mëkati më i madh në kohën që ne jetojmë është pikërisht egoizmi. Ego në fjala greke do thotë unë, ego. Dhe kur njerëzit jetojnë vetëm për veten e tyre, nuk i bëhet vonë fare për tjetrin. Se lëndojnë tjetrin, se tjetrin ndihet keq, se e dhunojnë në këtë mënyrë psikologjike, në gjëra të tjera, nuk i bëhet vonë fare, sepse janë të errur nga fuqia e mëkatit. Pra duhet ta kuptojmë që bota shpirtërore ekziston, dhe këto frymëra demoniake, që ne i zbusim i themi energji negative dhe kaq, ekzistojnë dhe i çojnë njerëzit dhe çiftet në shkatrim si në rastin konkret. Tani, për sa i përket burrave të mirë që ju kërkoni, dikë që t'ju respektojë, t'ju nderojë, ju për atë që jeni. Pra juve këtu ju duken minimale. Dhe në fakt shpirti këtë kërkon dhe duken si minimale, por nuk janë minimale, sidomos kohën që jetojmë, ku egoizmi është në maksimum, është i shfrenuar. Ky këshilla që i dha asaj vajze dhe që dua ta ndaj edhe me ju, motra dhe zonja apo vajza që mund të ndiqni këtu, është që burra të mirë, çdo të burr i mirë që sakrifikon për gruan e tij, që sakrifikon për familjen e ardhshme, që vë gruan përpara vetes së tij. Burrat të tillë janë burra të perëndishëm. Pra janë burra të përshpirtshëm ose shpirtëror, siç e thonë. Dhe të tillë burra i gjen vetëm në kishë. Nuk gjen burra të tillë në për rrugë apo në për lokale apo në për rrjetet sociale që njihen me vajzat. Pra nëse do burr të tillë, pra familjar i rregullt që do të respekton për atë që të ndihmon, edhe kur kanë probleme prindrit të gjendet, pra jep jetën e tij, sakrifikon kohën e tij, jetën e tij për ty. Këto janë cilësi dhe një burri besimtar të krishterë. Një burri që do Zotin, ecën me Zotin dhe ka dashurinë pa kushte në zemrën e tij. Kështu që zgjidhjet janë në rastin konkret, ose të vendosni bashkë me djalin që të shkoni në kishë dhe me shpresën se edhe ai mund të ndreqet, mund të pendohet dhe mund të bëhet i krishterë dhe të ndërtojë një familje në themele të sigurta, ose e dyta, nëse nuk jeni më me këtë djalin, që Zoti ta bekojë atë dhe ta çojë në fillim, atëherë mund të shkoni vetë në kishë dhe më tepër se një burr, të kërkoni një burr, të paktën të kërkoni të ndërtoni një marrëdhënie me Zotin, sepse Zoti ekziston dhe ka plan për çdo, për secilin nga ne. Kështu që nëse do fitoni besimin në Zot, pastaj Zoti do ju drejtojë. Dhe kush ka gjetur grua të shkrimin shenjtë, ka marrë një favor nga Zoti. Unë besoj që edhe për gratë është njëjta gjë. Kush ka gjetur një burr të mirë, ka marrë një favor nga Zoti. Pra burrat e mirë i sjell vetëm Zoti dhe Zoti
katufën e tij ka kishën. Për më tepër në këtë temë, ju ftoj të ndiqni videon me titull 5 llojet e burrave që është postuar këtu përpara disa kohësh për të parë diferencat ose më saktë dallimet midis burrave që jetojnë pa Zotin dhe burrit të perëndishëm. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. A është mëkat të shkel semaforin me të kuqe? Tani, është mirë që ka të rinj le të themi që bëjmë pyetje të tilla dhe në rast konkret kemi të bëjmë me një besimtar krishter. Më tepër se sa semafori për aspekti jashtëm, mendoj se një krishter duhet të bëjë pyetje vetes që cili është motivi që shtyn atë të bëjë këtë veprim. Për rast konkret, nëse ti shkel semaforin me të kuqe, për çfarë arsye bën këtë gjë? Pra çfarë ndodh për brenda teje? Pra shkrimi i shenjtë, fjala e Zotit na thotë të thoje zemrën tënde me shumë kujdes. Pra do të thotë jo zemrën organin, si zemra, por motivet. Pra një vet analizë të përbrendshme. Për shembull, nëse është krenari që ty të shtyn ta bësh këtë veprim, pra le të themi, në vetvete ti, ndoshta edhe në pavetdije, mendojnë që tu të gjithë po presin, por unë jam më i mirë se këta të tjerë që presin. Pse duhet presun si gjitha njerëzit e tjerë dhe ikën shkel semaforin me të kuqe. Atëherë kjo është krenari dhe është mëkat. Sepse shkrimi i shenjtë na mëson në parimet e tij që mos ta mbajmë veten më lart se të tjerë. Përkundrazi, krishterinë, pra raportet e krishtera, ose raportet e një krishteri me shoqërinë, janë që ta çmoj tjetrin më shumë se vetja e tij. Pra tjetë pak a shumë shërbëtori të gjithë. Kështu që nëse unë nxit krenaria që ta shkeli semaforin me të kuqe, atëherë po nëse ky është motivi, ky është mëkat. Dhe duhet penduar dhe duhet rrëfyer para Perëndisë dhe kërkoj falje për këtë gjë. Dhe të bëhet çmos për ta luftuar mëkatin e krenarisë, që të mos përsëritet më. Por nëse motivi është thjesht nxitim, ose frikë, ose merak për të vonuar diku ku e nisur, ndoshta në punë, ndoshta në një takim, ose thjesht dobësia e karakterit, domethënë, ose pakujdesia. Atëherë është thjesht janë dobësitë që i kemi të gjithë ne, domethënë. Dhe këtu nuk do thoya se është një mëkat, por është diçka që duhet punuar që të përsoset këtë dobësi. Por çfarë është më e rëndësishmja është që mos ta fillojmë nga këto të voglat. Kërkimin për mëkatin në jetën tonë. Gjithmonë duhet kërkuar në e madhe. Shumë si në rasti krenarisë. Vetë Zoti Jezu Krisht, kur vinte në pa hipokrizinë e priftërisë së kohës, pra të farisejve, i thoshte që mirë ju farisej hipokrit, sepse pulloni mushkonjën, thoshte, dhe gëtisni dhe vend. Pra, do thotë, ata vinin një nap tek ena ku pinin ujin, që mos hynte mushkonja atje dhe mos ta gëtisnin mushkonjën, teksa pinin ujin. Por, teksa merreshin me mushkonjën e vogël, gëtisnin dhe vend. Mëkatet e mëdha nuk i shikonin. Kështu është për gjithë krishterët, edhe për unë që për mua që flas, gjithmonë ta nisim nga mëkatet e mëdha, nga ato që janë më të dukshme. Për shembull, ku ke tundime, ku ke çfarë të shtyn të mëkatosh, ose për shembull shet dikë dhe vetë thua unë jam më mirë se ky. Gjëra të tilla, në sensin sepse më serioze që ta më shkrenaria. Shkrimi i shenjtë është shumë strikt te kjo pikë që të ruhemi nga krenaria. Dhe mos bëjmë asgjë për idealitet. Pra kjo ishte gjithmonë të shohim motivet e zemrës. Vazhdojmë pa u bërë kohë me pyetjet e tjera. A është e vërtet që rrënja e të gjitha të këqijave sipas Biblës janë parat? Parat. Atëherë shkrimi i shenjtë na thotë që gjithçka që ekziston, si në qiell dhe në tokë janë gjitha të Zotit. Që nëse parat në vetvete do ishin të këqija, atëherë Zoti është i padrejtë.
Pra nuk ka se si. Perëndia që është perëndi I rregullit, I ka lejuar dhe I ka krijuar këto lloj mekanizmash që shoqëria të funksionojë dhe të ketë rregulla dhe gjithçka të funksionojë. Kështu që paraja vetvete nuk ka se si tjetë e keqe. Paraja është si çdo mjet tjetër që Perëndia ka lejuar. Është thjesht neutrale. Për shembull, ky kompjuter nga ku po flas, mund të përdoret ose për një shërbes të tillë, siç po e shërbejun juve lavdi Zotit, ose mund të përdoret për krime, për sulme, për hakerime. Më kuptoni? Pra, mjeti është gjithmonë neutral. Puna është çfarë funksioni I japim ne mjetit. Dhe Zoti Jezu Krisht na mëson që së pari mos mbledhim thesarin në qiell, që do të thotë, në tokë, kërkoj shumë ndjes. Pra mos mbledhim thesare në tokë. Që do të thotë, mos ta shpenzojmë kohën tonë, jetën tonë, duke rendur pak pasurive, po. Ne në Shqip kemi atë shprehjen mos I shit shpirtin shejtanit. Na këto kanë ardhur, nga urtësia e Biblës. Por përkundrazi thotë, mbledhni thesarin në qiell. Pra shpenzojeni jetën tuaj duke kërkuar Zotin, të njihni Zotin, të dini cili është vullneti I Tij dhe të ecni sipas vullnetit të Tij për të pasur jetën e vërtetë. Sepse atje ku është thesari juaj të Zotit, atje është dhe zemra juaj. Pra Zoti kërkon që ne të jemi pranë Tij, të jemi njerëz të perëndishëm, mbi të Perëndis, para së gjithësh. Por ama asgjë kundi nuk thotë që paraja është gabim. Përkundrazi, Bibla përmes apostujve thotë qartë që lakmia për para është rrënja e të gjitha të këqijave. Aty buron krenaria, egoizmi. Pra lakmia për para, pra njeriu që e lakmon fort para, do të pasurohet me çdo kusht. Shkon pa thesareve toksore. Sepse ka lakminë e syve, lakminë e mishit, krenarinë e jetës, prandaj do paraj që të përmbushi këto lakmit, që djalli e nxit njeriu pa pushim, pra që të jetojë vetëm për mishin e tij, dhe jo për shpirtin e tij, për zemrën e tij. Kjo po, lakmia për para është rrënja e gjitha të këqijave. Pra ky është vetëm një korrigjim që mund të jap. Kurse paraja vetë është thjesht mjet. Dhe unë madje do thoja, pa dashur që të flas më tepër se ç'duhet, që nëse Zoti juve ju bekon financiarisht, mos ndaloni së bëri para. Bëjeni ato, por ama mos harroni që I keni nga Zoti, sepse Zoti ju ka dhënë talentet, Zoti na ka dhënë aftësitë, Zoti na ka dhënë kohën, na ka dhënë vendin e dur, njerëzit e dur për të bërë këtë tregti. Kështu që mendoj që I ke nga Zoti atë. Dhe po e pate këtë bindje që parat I ke nga Zoti, ka bekuar Zoti me ato para që ke. Shkemi thotë, mos bëj gafle të themi, në fjalë mia, të mendosh se kratë tua dhe mundi të kanë së para. Sepse nëse Zoti nuk bekon themelet, thotë shkrimi, më kot lodhen punëtorët. Nëse Zoti nuk ruan qytetin, më kot lodhen rojat. Pra Zoti e bekon punën, po se bekoj Zoti është kot që lodhesh. Që nëse ke para, djali dashur, zotëri, ku çdo qofsh, mendoj që Zoti t'i ka dhënë. Dhe po patë këtë mundësi, atëherë dhe zemra jote gradualisht do vjet në vendin e dur. Dhe po u vjen në vendin e dur, atëherë mendo pse mi ka dhënë Zoti këtë para. Shkrimi I shenjtë thotë, mendo dhe për të varfrit, mendo për nevojtarët. Falas more, falas jep. Mendo për kishën kur bën pjesë. Sepse parat janë të Zotit. Jo vetëm parat, por çdo gjë tjetër. Dhe mos harrojmë në jetë të paktën ne krishterët jemi thirrur të jemi thjesht administrator të kësaj pasurie që Zoti na ka dhënë. Pra të administrojmë. Unë vi vetë në bota e biznesit, merrem me tregti ndryshme dhe jam I vetëdijshëm që çdo sukses që kam arritur, e kam arritur vetëm me këtë mundësi. Gjithçka është e Zotit dhe unë thjesht po administroj. Dhe kur bëj një tregti, kur bëj një marrëveshje, unë e bëj që t'i shërbej tjetrit. Dhe nuk mendoj që sa para do marr. Unë mendoj si ka zgjidh hallin aty, si ka zgjidh problemin. Dhe kur kam të mundësi,
I zgjidhet problemi atij, pra bëj mirë, jap vlerë biznesit të tij dhe ai më paguan pastaj. Pra pasuri që kam unë kështu i kam arritur, duke shërbyer njerëzve. Por ama parë se gjithave, duke menduar që paratë e Zotit dhe talentet që unë kam, i kam nga Zoti. Pra kjo ishte shkurtimisht, nuk është para e keqe, është lakmia për para. Të rrënja gjitha të këqijave që largon njeriu nga besimi, dhe njeriu bie në krenari, thotë ja, unë vetë ja dola tani, ç'më duhet Zoti mua, ja ku i kam paratë. I kam për vetë. Ky është mëkati më i madh. Dhe Satani, që kemi mos i shpitin shejtanit, këtu luan me njeriu. Pra jo është me këto para që ta largojnë nga Zoti. Pyetja e radhës. A bëj mirë që besoj se Perëndia është gjithësia, që do thotë natyra, universi dhe çdo gjë përreth nesh dhe brenda nesh. Bën mirë. Tani unë këtu nuk jam për të gjykuar, nëse bën mirë, nëse bën keq, kush jam unë të gjykoj? Unë jam këtu për të thënë çfarë mëson Bibla. Dhe nisur nga bindjet e mia si krishter, them që bën mirë së pari që besojnë që ka një Perëndi. Kjo është gjë e mirë. Por Perëndia e Biblës nuk është natyra. Pra Perëndia e Biblës është krijuesi i natyrës, është krijuesi i gjithësisë. Dhe jo krijimi. Pra është një gjë të adhurosh krijuesin, që është Perëndia, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Kurse është tjetër gjë të adhurosh krijimin. Të adhurosh krijimin nuk ka lidhje me Perëndimin. Madje sipas Biblës është idhujtari. Pra thjesht keni krijuar një idhull dhe po i besoni teve pagane ose teve që nuk kanë lidhje me Biblën. Pra në filozofi njerëzore, të veshura me fetarizëm, që i mësojnë njeriu të tjera mësime. Dhe Bibla në fakt është e prerë, pra fjala e Zotit, sidomos e letra e Romakëve, që te kapitullit e parë, ku thotë, në fakt janë profeci dhe për kohën tonë, që thotë që njerëzit zgjodhen, pra ndonë se e njohën Perëndin, thotë. Sepse gjithçka që shohim në krijim, thotë, vetëm sa na fakton madhështinë e krijuesit tonë, që ka një krijues që ka sjellë në ekzistencë gjithë ato. Dhe njerëzit, pavarësisht se e njohën thotë Perëndin e vërtet, ata zgjodhen që ti shërbejnë krijesës dhe jo krijuesit që është i përlëvduar në anshim. Amen. Kështu do shkrimi. Pra, këtu është e gjitha, domethënë, Perëndia nuk është krijimi. Pra ju po i besoni krijimit. Pra po njëni që të krijimi ka një diçka të madhërishme, kjo është gjë e mirë. Ju shtyn të shkoni te Perëndia, por duhet njëni Perëndinë e vërtet. Pra kjo është këshilla ime dhe Perëndia e vërtet nuk është krijim, është Perëndi personal. Dhe na ka krijuar sipas shëmbëtyrës së tij. Pra i ka mendime, ka ndjenja, është personal Perëndia. Dhe është manifestuar në Jezu Krishtin. Pra nëse doni të njihni Perëndin, njihni Jezu Krishtin. Dhe Jezu Krishtin e njihni në Bibël. Shembullimi i dukshëm apo i Perëndisë pa dukshëm, sipas gjithë profecive. Pra, kush do të njeh krijuesin, njeh Krishtin. Karakteri i Krishtit është karakteri i Perëndisë. Dhe e gjeni në Bibël dhe mbi të gjitha, nëse e kërkoni me gjithë zemër, unë shoh që keni një zemër dhe keni hedhur hapa për ta njohur Perëndin, shkoni në lutje në emër të Jezu Krishtit dhe Perëndia do të përgjigjet. Nëse e kërkoni me gjithë zemër, se këtë do shkruajmë. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni dhe unë do t'ju kënaq dot, sepse do më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Por nëse gjithë zemrën ju e çoni te krijimi, atëherë ta dini që jeni në një idhujtari dhe të veshur me fetarizëm dhe nuk ka Perëndi aty. Janë frymëra të rreme, thotë shkrimë shenjtë. Kështu që Zoti më ju te ky pikë dhe shpresoj të mos ndalni kërkimin tuaj, por me gjithë zemrën. Pyetja e radhës, më falni, pse një Zot i mirë ka krijuar ferrin? Pse ka krijuar ferrin Zoti? Së pari ferri
feri nuk është, le të themi, një, si mund ta shpreh me fjalë të thjeshta. Nuk do thash feri nuk ekziston. Po feri ende nuk është i hapur. Feri do zbulohet ditën e fundit, ditën e gjykimit, kur Jezu Krisht të kthehet, kështu thon shkrimet. Pra shpirtrat e të vdekurve janë në Sheol, sipas Biblës, janë në vendin e gjumit, në një vend të fjetur. Dhe ata që kanë kaluar para Krishtit, pra që janë aty në Sheol para Krishtit, gjatë kthimit të Krishtit, ata do ringjallen në trupa të rinj, që kanë një tjetër përbërje, një tjetër substancë. Dhe do gjykohen në bazë të drejtësisë së tyre, në bazë të ligjit, të dhjetës së vjetër. Kurse ata që kanë fjetur, thotë, gjatë kohës së Krishtit, e deri më tej, derisa vi fundi i botës, ata do gjykohen sipas bindjes ndaj Krishtit. Se Krishti është Zoti, është mbreti dhe Krishti është Perëndis. Dhe atij është dhënë çdo pushtet dhe çdo autoritet në qiell dhe në tokë për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur, këtë shkrim. Dhe kjo nuk është çudi, po edhe fetë të tjera. Shumë dhe Islami thotë Krishti do të gjykojë botën. Nga ka marrë, traditat e krishterë, judeo-kristiane ka marrë. Përgjithse, musulmanizmi 600 vite pas Krishtit. Edhe muslimanët thonë që Krishti do vi, pavarësisht se kanë ato interpretimet e veta, pastaj është tjetër gjë. Pa Krishti i dëshon gjithë autoritetin. Dhe tani çfarë ndodh? Të gjithë ata që nuk i kanë shërbyer Perëndis, pa kanë jetuar pa Perëndin. Atëherë ku do vënë këto? Në parajs. Po çfarë do bëjnë parajs? Ata s'kan jetuar asnjë sekondë me Perëndin. Dhe nuk kanë dashur t'ia dinë fare për Perëndin. Dhe kur them për Perëndin, as për tjetrin, për të varfrin, për të shtypurin, për nevojtarin, nuk kanë dashur t'ia dinë fare. Kanë jetuar vetëm për qefet e tyre. Një atë kemi, tham tim se nëse do vdesim. Tani ky shpirt, si mund vërë në parajs? Pra duhet ta kuptosh që i smur që të vesh në spital. Këta nuk e kanë parë veten smur, se kanë parë veten në mëkat. Që ferri, Perëndia e ka përgatitur për ditën e gjykimit, dhe thot për Satanin, pra për djallin, dhe për ëngjëjt e tij, për demonët. Por tani bashkë me Satanin dhe ëngjëjt e tij do vënë të gjithë ata që kanë shërbyer Satanit dhe nuk e kanë njohur Zotin. Pra nuk e kanë dashur Perëndin dhe nuk e kanë dashur tjetrin si veten. Ky është ligji i Perëndisë. Që është simboliku që duaj Zotin Perëndin tënd, duaj edhe tjetrin si veten tënde. Ta nuk kanë jetuar sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe si rrjedhoi, nuk e kanë njohur Zotin, nuk kanë dashur ta njohin kurrë. Mund të vetë janë tallur me krishterë, kanë përsekutuar krishterët. Em të thash, kanë gjëra të tjera. Që këta e kanë shërbyer djallit, po nuk e dinë. Po gjatë ditës së gjykimit do shfaqet gjithçka e hapur dhe e qartë. Kështu që ta mbyll përgjigjen e kësaj pyetje, duhet ta kuptoni që Perëndia, pavarësisht mëkatit të njeriu, ligësisë të njeriu, Perëndia ka dhënë falas dhuratën e shpëtimit me Krishtin në kryq. Krishti prandaj vdiq për të shpenguar mëkatarët që mos vënë në ferr. Pra shkrimi thotë Perëndia shikon në qiell dhe do që gjithë të vinë në pendim për të shpëtuar. Po nëse tjetri nuk pendohet dhe kthehet te Zoti, si do shpëtohet? Pra Perëndia do shpëtimin. Kurse njerëzit nuk duan. Njerëzit jetojnë në idhujtari, jetojnë në krenari, jetojnë në vjedhje, në mashtrime, në kurvëri, në magji, merren me magji. Shihni librat në modë sot, New Age, ligjet të rreqës, Harry Potter, janë vetëm këto janë në modë, magjit. Si të fitoj para, si të tërheqësh energji, si të bësh pasuri, me këto merren njerëzit gjithë ditën. Dhe çfarë si do vërë magjistarin parajs? Pra kjo është, kështu që në rëndësi, kjo është gjyqi. Njerë lindim, njerë vdesim, pas vdekjes ka një gjyqi. Dhe gjyqin e ka Jezu Krisht. Kështu që ktheuni te Krishti, lutuni atij dhe ktheuni në rrugën e Zotit. Kjo është që të shmangeni ferrit. Pra në vend që të pyesim pse Perëndia e bën ferrin, pyet më mirë si mund të shpëtojë ferrit. Dhe si të kem përjetësim pranë Zotit. Atëherë pendohu dhe beso në Ungjillin e Krishtit, kaq është. Se nuk mund të kërkojmë ne llogari Perëndis. Shkrimi shenjtë thotë kush e thirr njëri të kërkosh llogari Perëndis. Pse ti e bëre këtë gjë? Ai ka drejtë bëj çfarë doj.
siç na ka dhënë jetën, mund të ta marrë në 1 sekond. Ja unë po flas tani 1 sekond ta merr jetën. E ka ai të drejtë. Nuk e kemi ne. Ai Zoti është zotëria, është Perëndia, bën çfarë të dojë. Pra ma tregon që është i mirë dhe po na jep të gjithë dhe këto. Dhe apostulli Pjetër thotë që shumë vetë tallen, thonë, ha, pse s'po vjen Krishti, pse s'po ashtu, pse s'po vjen angjëllit, pse s'po hapet ferri. Dhe apostulli thotë për Perëndin 1 ditë është si 1000 vjet. Dhe ai po e bën këtë gjë për të na dhënë shans, për të na dhënë kohë që të pendohemi. Prandaj po e bën këtë gjë. Kështu që kjo do ishte pyetja më e mirë. Jo pse ka për ferrin, po si mund të shpreh ferrin. Se ekziston si parajsa si ferri, janë dy të vërteta. Pyetja e radhës, vajzë besimtare, si të kem marrëdhënie të përhershme me Zotin. Pra të jetë gjithë kohës në marrëdhënie me Perëndin, mos ketë shkëputje. Tani në jetë do keni mundime të Zoti, që është gati e pamundur. Unë njohë njerëz që janë në rasti që kanë jetuar në asketizëm, pra murgjër, në manastire, në izolim dhe prap tundimi, mëkati, mendimet e botës i vinë, domethënë, është pa mundur që të jetosh imun nga bota. Pra amat krishterët janë thirrur të jetojnë në botë, po jo si bota. Duhet të jetojnë si dritë për botë. Në mënyrë që të rrezatojnë dashurinë e Krishtit për njerëzit. Pra që Perëndia i do, dhe që në sytë e tyre, në zemrat e tyre të rrezatojë kjo dashuri. Dhe pyetja e vajzës është shumë e saktë, thotë si ta kem të marrëdhënie, si të jetë gjithkohës në këtë, le të themi, marrëdhënie dashurie me Perëndin. Tani me aq sa mund kuptojmë nga tradita e kishës dhe nga vetë fjala e shenjtë është që e para është lutja, pa më thuaj shpoja ABC-ja, alfa është lutja, komunikimi me Zotin. Ja parashtrojmë gjitha kërkesat Perëndis, dhe kjo mund të jetë edhe një nga kërkesat, Zot si të kaloj gjithkohës me ty. Më ndihmo si të jem gjithkohës me ty, të kem marrëdhënie të fortë me ty. Dhe Zoti dëgjon gjitha lutjet. Pra janë gjithë ata që kujdesen, lutjet dëgjojnë lart, që gjitha. Po pastaj duhet edhe të dëgjojnë përgjigjen e Zotit. Dhe Zoti flet në forma ndryshme, një formë që po flasim ne këtu. Pra flet nëpërmjet njerëzve, flet nëpërmjet fjalës, flet nëpërmjet frymës së shenjtë për brenda. Pra lutja është komunikimi me Perëndin. Aja, B-ja është fjala e Perëndis, B-ja si Bibla. Pra sa më shumë kohë me fjalën, jo vetëm ta lexojmë, por edhe të mundësisht ta studiojmë, ta përsërisim, të thellohemi. Por mbi të gjitha të meditojmë fjalën e Zotit. Çfarë është meditimi i vërtet? Pra kur meditojmë dhe reflektojmë fjalën e Zotit, thellohemi dhe bëjmë pjesë të shpirtit tonë. Dhe kjo na e mundësi që edhe ta jetojmë fjalën e Perëndis. Dhe treta pra C-ja është kisha. Pra Zoti ka themeluar kishën që të kemi bashkësi me njëri tjetrin. Pra si besimtar të adhurojmë në grup, të lutemi me njëri tjetrin, të inkurajojmë njëri tjetrin, të këshillojmë njëri tjetrin, të përkrahemi. Pra është familja e besimit, pra bashkësia. Kështu që këtë mund të sugjeroj dhe kjo besoj është harta le të themi ose shablloni për çdo krishter. Pra lutja, komunikimi me Perëndin, leximi dhe meditimi me fjalën e shenjtë, me Biblën dhe kisha, pra familja e besimit. Pyetje të tjera, cigaria është mëkat? Cigaria është mëkat. Tani shkrimi i shenjtë na mëson që pra nëse po flasim këtu, nëse personi që shkruan është i krishter, Zoti na thotë në fjalën e tij përmes apostujve që trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë. Pra Perëndia në dhjetën e vjetër jetonte në tempull, në fillim në tabernakullin e popullit Izraelit, pra 40 vjet në shkërtir, pra urdhëroi të bëhet tabernakulli, pra ishte një lloj tende. Kryeshin ritualet e adhurimit. Pastaj ky tabernakull me dalje në tokën e premtuar u bë tempulli, pra tempulli i Salomonit, ku kryeshin aty adhurimet. Pastaj, me ardhin e Zotit në tokë, sipas profecive në bijën e tij Jezu Krishtin, Jezus i tha shkatroni këtë tempull dhe unë do ta ndërtoj për 3 ditë. Pra po fliset për ngjalljen e tij, për trupin e tij, pas kryqëzimit. Pra tempulli jetonte në Krishtin.
Dhe kur e prif të skandalizuar, Jezusi pohoqi ishte biri i Perëndis dhe grisi rrobën e tij. Në tjetër mënyrë u gris edhe perdja në tempull, pra në tempullin e Salomonit. U gris pas kryqëzimit të Krishtit, që thot pritëria e vjetër, tempulli i vjetër iku. Po pastaj Krishti u ringjall, sipas shkrimeve, u ngjit lart në qiell dhe u tha dishepujve të tij, prisni në Jeruzalem dhe do merrni frymën e shenjtë. Dhe kur dishepujt morën frymën e shenjtë, pra Perëndia bëri banesë se ta, dishepujt pra krishterët janë tempulli. Që vëlla apo motër, kushdo qofsh, nëse ti je tempulli i Perëndis, nëse i rilindur nga fuqia e frymës së shenjtë, dhe jeton sipas fjalës së Perëndis, atëherë duhet kujdesesh për tempullin tënd, që është trupi yt. Ndryshe të krishterët duhet kujdesen për shëndetin e tyre. Edhe nëse nuk duan, duhet kujdesen. Jo vetëm për shëndetin shpirtëror, por edhe për shëndetin fizik. Thot apostulli Paul Timoteut që për kujdesin ndaj trupit, ose stërvitja e trupit vlen për diçka. Ja ku e thot fjala, vlen për kujdesh për trupin. Por perëndishmëria, pra ana shpirtërore vlen për çdo gjë thot. Dhe lavdi Zotit. Pastaj përsa i përket cigares, unë kam ndarë një video për cigaren, mund ta shikoni çfarë mendimesh kam. Do thoja dhe do shtoja që çdo lloj varësie, pra nëse kemi varësi nga cigare, nëse kemi nga lojrat elektronike, nëse kemi varësi ndonjë gjë tjetër, çdo lloj varësie është sklavari. Sepse Krishti na ka thirrur për të qenë të lirë, dhe jo të jemi sklavë. Kjo varësia është sklavari. Kështu që nëse jeni krishterë, mendoni çfarë do bënte Jezusi. Nuk pi Jezus cigare tani. Tempulli është i shenjtë. I shenjtë do të thotë që jetë i pastër në gjithë. Vazhdojmë dhe me pyetjet e fundit, janë rreth 4 pyetje, 4-5 ndoshta. Triniteti, mund të na shpjegoni të lutem Trinitetin? Domethënë referohet Perëndis, pra Perëndis Biblës, zbuluar pjesërisht në dhjetën e vjetër, si Perëndi Trini, dhe në dhjetën e re, më dukshëm, si ati Biblia dhe fryma e shenjtë. Tani, të krishterët autoritet kanë shkrimin e shenjtë. Pra shkrimi i shenjtë, jemi të bindur ka një Perëndi, një besim, një pagëzim, një Perëndi dhe Zoti i gjithëve. Dhe ai është ati Biblia dhe fryma e shenjtë. Në dhjetën e vjetër zbulohet pjesërisht, pra kështu Perëndia zgjodhi të zbulojë kombit të Izraelit, sepse dhjetën e vjetër janë shembuj dhe hije për Krishtin. Po si thonë gjithçka është për Krishtin, plani është Krishti. Por, po ta marrim çdo dhjetë e vjetër, pra Bibla hebraike, pra emri i Perëndis është Elohim. Në gjuhën hebraike Elohim do të thotë Perëndi të. Tani do të thotë që ka disa perëndi. Tani shumë si mund të jetë për madhështinë e tij, por nuk i thon Eloi, që është Perëndia, i thon Elohim, Perëndit. Dhe aty na jepet që Perëndia thirrri në ekzistencë, pra fjala e tij, fjala e Perëndis. Dhe diku tjetër thotë që fryma e Perëndis lëvizte mbi qet, mbi ujëra. Pra, ja ku jepet komponent, Perëndia, fjala, fryma, jepet një bashkësi. Pastaj Perëndia e shfaqet Abrahamit në 3 persona. Dhe kur 2 nga këta shkojnë bashkë me Abrahamin, që do gjikonin Sodomën dhe Gomorën, që Abrahami lutet që mos ta ndëshkojnë atë qytet, por që ai ishte i shturë totalisht. Pasi 2 personat shkuan në Sodomë dhe Gomorë, aty na thotë që personi i tretë i mbetur veçmas. Na thotë që Zoti thirri nga Zoti në qiell zjarr dhe squfur në Sodomë. Pra Zoti në tokë thirri nga Zoti në qiell. Dhe shumë zbulesa të tjera domethënë. I tha Zoti, Zoti tim në atë psalmit. Te Isaia ka shumë zbulesa të tjera. Pra gjatë gjithë kohës Perëndia zbulohet si Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Pastaj me ardhjen e Birit Perëndis në tokë, përmes Jezu Krishtit, në lindjen e tij mbi natyrore, nga fryma e shenjtë në trupin e Virgjinës Mari, pas pagëzimit të Jezusit, aty flitet qartë. Po Jezusi pasi pagëzuan në gjën pagëzori, zbriti fryma e shenjtë si fron plumbi tek ai, dhe zëri
i Perëndis atë filin e qiellit, ja birin i dashur, me cilin jam i kënaqur. Pastaj gjatë fundit të misionit të tij, vetë Jezusi urdhëron dishepujt, shkoni dhe bëni dishepujt në gjithë botën dhe pakëzojeni thot në emër të Atit, të Bilit dhe të Frymës së Shenjtë. Dhe është vetëm i Perëndi thot mbi ne thot midis nesh brenda nesh, Ati Biri Fryma e Shenjtë. Pra ne me mendjen tonë kufizuar si krijesa të këtij krijuesi nuk mund ta perceptojmë dot se si ky Perëndi është 1 dhe 3 apo 3 në 1. Por na jetë qartë është një Perëndi dhe është Ati Biri dhe Fryma e Shenjtë, është 1. Pra Bibla e tregon qartazi Trinin si në Testamentin e Vjetër, kurse shumë qartë fare në Testamentin e Ri. Disa vargje me shumicë. Perëndia është 3. Do në 3, 1 në 3 si thuash, 3 në 8, 3 e shenjtë. Shembuj që kam darë dhe në video të tjera, shumë 3 këndëshi, këto janë thjesht për ilustrime që ne të kuptojmë nocionet. 3 këndëshi, ne themi 3 këndësh, 1 3 këndësh, por që nga emri është 3 këndësh, 3 kënde, 3 këndësh që përbënin 3 këndë. Dielli kemi thënë, ne themi 1 diell, por është vorbu, që ka dhe rreze, ka ngrohtësi, ka dritë, është 3 në 1 dhe diell. H-H-O, është ujë, 3, H-2 është ujë. E tjera, veza, lëvosh, lëndë, e verdha, pra, gjithçka në natyrë duke si në trajt triniteti. Edhe vetë në njerëzit kemi intelektin, kemi emocionet, kemi dhe aspektin fizik. Pra, kështu është Perëndia, ky është Perëndia, ne nuk mund ta kuptojmë dot, por i tillë është, por ama në natyra mund të mësojmë që po gjithçka funksionon në përbërje trinitare dhe në natyrë. Këtë mund të ndaj për momentin, dhe nuk e di sa mund të ketë kënaqur dhe përgjigje. Vazhdojmë pyetjen e radhës, jam besimtare krishterë dhe kam mike muslimane që ndodhet në gjendje shumë të rëndë psikologjike, keni një këshill ose diçka që mund t'i sugjeroni. Tani, s'pa i bëni mirë që kujdeseni për miken tuaj, Krishti na mëson që të duam këdo, pavarësisht bindjeve, ideve, konsive, racave, feve. Madje Jezusi na mëson që nëse duam të bëjmë vullnetin e Perëndisë dhe drejtsinë e Perëndisë, duhet të duam dhe armiqtë tanë. Dhe duhet lutemi dhe për ata që na përsekutojnë, na përndjekin e kështu me radhë. Unë besoj, dhe ata që besoj që prandaj në Shqipëri ka harmoni fetare. Prandaj fetare që gjitha besimet bashkëtojnë në harmoni, sepse 16 shekuj, që nga shekulli 1 dhe në shekullin 16, Shqipëria kanë qenë qendrës së krishterë, pra i lirët. Dhe i lirët janë në popujt e parë krishterë në botë, pra kur shkapun Ungjilli nga Jeruzalemi, bashkë me Armeninë. Janë krishtat më të vjetra. Në rajonin ka qenë dhe Maqedonia, Akaia, Etiri, Emerat, aty në këtë Iliria ka qenë, si thuash, krishtërimi i hershëm. Dhe nga këto traditat krishtera ne pra është dukur edhe ku kemi strehuar ebrejt, edhe bashkëtesa me muslimanët, me merat dhe me mëgjerë. Pra shqiptarët janë popull që bashkëtojnë, sepse kanë krishtërimin si traditë të tyre 16 shekullore, dhe nuk është pak 16 shekull. Pra nëse Osmanët kanë drejtur te ne 500 vite, do më thënë, krahasoj do të 500 vite me 16 shekull? Jo. Por sa i përket këshillave, pastaj kjo është një shërbesë krishtere. Ta duhet ta kuptojmë që dhe këshilla mund të jetë vetëm nëse mika jote është e hapur ndaj krishtërimit. Po që ti je i hapur ndaj krishtërimit, duhet të njohësh Krishtin dhe ta pranosh për atë që ai është, dhe jo për atë që na mësojnë fetë dhe traditat e tjera. Kështu që këtë mund të ndaja për të, ju sugjeroj të luteni për të, të gjendeni me dashurinë vetëm mohuese që Krishti na mëson të kemi. Pastaj, për të tjerat, unë nuk e shoh si shumë etike që unë të ndërhyj në fenë tjetër. Ai ka besimin e tij, unë patjetër qëndroj te besimi dhe besoj që është i vetmi besim, se është i vetmi Perëndi, një është Perëndia, dhe një është ndërmjetësimi midis Perëndisë dhe njeriu dhe është Krishti njeriu në atë. Por nuk mund të hyj te besimi tjetër. Por vetëm nëse tjetri më pyet për besimin tim, atëherë mund të ndaj me dashuri dhe me përgjegjësi për besimin tim. Dhe këtë ju sugjeroj dhe juve nëse ju e shikoni këtë si zgjidhje.
Kurse për sa i përket psikologëve të tjerë pastaj nuk e din se nëse ti nuk ka raportin e drejtë me Zotin, në shkot që merr me psikologët, sepse nuk ka zgjidh psikologu problemet shpirtërore. Pyetja e radhës, a janë njësoj të gjitha fetë? Kam qenë thotë dhe në kishë dhe në xhami, të gjitha fetë mësojnë të njëjtën gjë, më duket se janë njësoj, të gjitha mësojnë bëj mirë, mos bëj keq. A janë njësoj të gjitha fetë? Tani, në Bibël na thuhet që Zoti edhe jo besimtarëve, edhe atyre që nuk duan të dinë për Zotin fare. Dhe ka dhe jo besimtarë që i pyet, beson e Zoti jo. Po kur vdesësh, çfarë do ndodhi? Do shkojmë parajsot. Po ti i thotë nuk beson te Zoti. Po të shqyr Zoti thotë që nuk besoj, prapë thotë shqyr Zoti. Pse i them këto shaka? Sepse Perëndia na thot në Bibël i ka vendosur në ndërgjegje njeriut. Nuk po i shkruaj një lloj kodi me fjalë të mia. Ata kanë ndërgjegjen e tyre. Kjo na thotë letra Romakëve 12:2 nëse nuk gaboj. Që ata mos kenë mundësi të shfaqsohen para Zotit. Kur ata dalin para gjyqit, do të një gjithë llogarit para Zotit. Të gjithë njerëzit kanë këtë kodin moral në ndërgjegjen e tyre. Dhe këtë kanë dhurat nga Zoti, se njeriu vetë nuk e kupton. Ku mbaron e mira, ku fillon e keqja kështu më radh. Dhe duke qenë se njerëzit kanë këtë kodin moral, shumë njerëz çfarë filozofive të tyre që kanë krijuar në bazë të kësaj urtësie që Perëndia ka dhënë. Por edhe të tjerë që kanë marrë shkrimin e shenjtë, Biblën, se një shkrim që. Dhe kanë përpunuar, kanë interpretuar dhe kanë nxjerrë fe të tjera. E kanë bërë këtë sepse kanë kujtuar se po bëjnë të mirën. Dhe në thelb të gjitha ato po kanë kodin moral që mësojnë çfarë është mirë, çfarë është keq, çfarë është e lejuar, çfarë është e ndaluar. Ktu bie dakord me ju. Pra kodin moral e kanë gjithë ato. Por dallimi kryesor nuk është tek kodi moral, se kodin moral mund të ta japi edhe një psikolog, mund ta japi edhe një politikan. Dallimi kryesor është si shpëtohemi. Si shpëtojmë shpirtin, si shkojmë në përjetësi pranë Perëndisë. Pra si shkojmë në parajs. Ky është gjithë dallimi i këtyre. Dhe ju thoni, kam qenë në kishë, kam qenë në xhami, janë të njëjta gjëra. Nuk janë të njëjta gjëra. Sepse Islami mëson besim dhe vepra. Pra beso Allahun, pra Perëndin e Kuranit, profetin e Kuranit, dhe duhet të bësh vepra. Pra sa më shumë të mira të bësh, ti vete në parajs ose xhenet, siç thonë. Pra kanë si me peshore që bën më shumë të mira, veten në xhenet, bën më shumë të këqija, veten në xhenem, që është poshtë në fjalë. Dhe kanë ato pesë shtyllat e Islamit, para rrëfimi që kanë kontributi, agjërimi deri tek vizita në Mekë. Që do t'i bëjë çdo musliman. Pra ata e kanë të sjellë dhe lutjen, pra faljen që thonë ata, faljen e namazit dhe kanë 5 herë në ditë. Pra kanë me rregulla të caktuara. Pra besim dhe vepra. Dhe kush bën më shumë vepra të mira, ai lan ato gjunahet dhe veten në parajs. Kurse krishterimi nuk ka fare lidhje të tillë. Krishterimi nuk thotë që shpëtohemi ne me veprat tona. Krishterimi thotë shpëton vetëm Perëndia në hirin e tij në Jezu Krishtin. Pra jemi shpëtuar thotë krishterimi me anë të hirit të Perëndisë, që është shkaqur gjithë nëpërmjet besimit tek Krishti. Dhe hiri i Perëndisë, pra ati, përmes frymës së shenjtë na bind për mëkatin, për pendesën, për gjyqin, dhe na çon tek biri i tij, tek fjala e tij te Jezu Krishti. Dhe po i krishteri që ka rilindur nga fryma e shenjtë, që Perëndia i jep në Krishtin, po bën vepra të mira. Sepse ka ndryshuar zemra e tij, po jo se i bën këto vepra për të shpëtuar. Ai bën këto vepra sepse ka shpëtuar, sepse Perëndia ka mëshiruar dhe ka thirrur në mbretëri. Kurse tjera fete që unë në fakt përmendni te emaili, po nuk i lexova sepse i bën shumë gjatë, universalizmi. Karma, dharma që janë këtu nuk kanë lidhje fare pasaj me. Do universalizmi do të thonë. Buron dhe që buron nga budizmi, diku nga hinduizmi, pra ky mishmash i
filozofiko pagano fetar, me çfarë mund t'i themi, se se nuk e çaj thua. Ata thonë nuk ka parajs fare, nuk ka Zot. Jetithon dhe universi dhe prapë nisin të veprat. Që kur ti bën gjëra të mira, akumulon karma të mirë, dhe nuk vet as parajs as ferë, se nuk ka parajs e ferës pas tyre, po ti rimishërohesh. Dhe mund të rimishërohesh në një qenë, në një mace, në një mizë, në një kërmill. Unë pyes veten çfarë karme do bëj kërmilli? Çfarë veprash mira bën kërmilli? Kërmilli një funksion ka, zvarritje. Çfarë funksioni ka kërmilli? Bësh gur, thon. Po guri, çfarë të mirash bën guri? Pra e kuptoni, sa i marrin në mendjen e tij, thot, shkrimi shenjtë që nuk ka perëndi. Këta që thonë që nuk ka perëndi, dhe shkilin karma, dharma, moksha, nirvana e merat, këta janë të marrë sipas shkrimit shenjtë. Kështu që djali dashur nuk janë fet njësoj, po kodin morale kanë gjithë, dhe duhet ta kenë gjithë se ka dhënë Zoti, edhe ateistëve. Ure ka dhe ateistë njerëz mirë, familjar, për gjëra të mira. Në shpëtimi, si shpëtet ateisti kur i thotë nuk ka Zot. Pra kjo është e gjitha. Pra Islami që thonë ju ka besim dhe vepra, Krishterimi ka vetëm besim te i Perëndis, dhe ky besim manifestohet në vepra, kurse universalizmi që përmendin nuk është fare, është filozofi e veshur me ca dogma fetare dhe nuk ka parajs, nuk ka Zot thonë. Pra është idhujtari dhe prapë te veprat të çojnë. Kështu që Krishterimi është i vetmi besim që ndryshe nga çdo fe dhe filozofi tjetër, thotë që nuk varet fare nga veprat e tua, varet vetëm nga Perëndia. Pra Zoti e shpëton njeriu, jo njeriu shpëtohet duke vajtur te Zoti. Pra kjo është e gjitha, shpresoj të kem ndihmuar. Pyetje tjetër e ngjashme: a besojnë muslimanët dhe krishterët njëjtin Zot? Është ngjashme me atë që përmendëm në fillim, pak preka, ka ngjashmëri, si çdo fe ka anën morale që tham. Pastaj Islami ka ngjashmëri patjetër me Krishterimin, sepse për hir të historisë, për ata që njohin pak dhe historinë se si u formua Islami, pra në qytetin e Medinës, profeti i Kuranit gjendej kryes në Medinë ku kishte hebrejnë dhe krishterë, sikurse ishte edhe tregtar, pra udhtonte me karavanet e tij në qytetin e shenjtë, pra flasim në Jerusalem. Pra kishte dëgjuar pra për Perëndinë e vetëm, që ka vetëm një Perëndi. Ndërkohë që arabët e asaj kohe ishin paganë si çdo kom tjetër. Dhe këtu është ngjashmëria, sepse ka ardhur nga gojdënat e kulturës dhe traditës judeo-kristiane, që besonin një Perëndi, dhe judejnë kishin ngelur tek ligji i Mojsiut, që pra duhet të mbash ligjin për të vajtur në parajs, kurse të krishterët thoshin që ligji është vetëm që do na tregojë mëkatin dhe të shkojmë në pendes, dhe Perëndia ka paguar për mëkatin Jezu Krishtin në kryq. Dhe ne marrim falas shpëtimin nga kjo dashuri dhe mëshirë pa merituar e Perëndisë. Pra dhe Islami, të paktën në gjykimin tim, ai sa e njoh teologjinë islame, ka një përzierje midis krishterimit, judaizmit dhe traditave lokale arabe. Por bazohet patjetër tek një Perëndi, pra monoteist. Pra kjo është e përbashkëta. Pastaj a besojmë një Zot? Unë do të them patjetër që jo, nuk është një Zot, nuk ka se si, se krishterët e kanë të fokusuar është Perëndia, Ati, Biri, Fryma e Shenjtë është një. Po është trini. Kurse muslimanët nuk e quajnë kështu, Allahu është vetëm një thonë. Dhe edhe krishterët një thonë është. Por që nuk kuptohet misteri i Perëndisë që është 1 dhe 3. Parëse ne kemi përshkruar pak me mendjen tonë edhe në videot e kaluara. Por çfarë është më kryesore është që Islami mëson se nëse pranon Krishtin si biri i Perëndisë, ti bën shirk, dhe shirku është mëkat që Allahu nuk e fal, sipas tyre dhe shkon direkt në ferr. Pra këtë mësojnë muslimanët. Pra më kuptoni që asgjë tjetër veç Allahut, pra, dhe pavarësisht se në Kur'an, shumë po lexoni syren Merjem, aty thotë pothuajse njësoj si në Bibël. Që Allahu, fryma e Allahut, shkoi tek Merjemja, pra dhe Bigjeresha, dhe lindi një birë që do ketë librin. Do ketë librin, Allahu i ka dhënë fjalën. Pra është pothuajse njësoj po me një gjë tjetër. Pra edhe në Bibël, pra ne krishterët një gjë mësojmë,
Domthon besojnë të paktën. Perëndia pra fryma e shenjtë shkoi te Virgjëresha dhe lindi biri i Perëndisë. Po muslimanët nuk e quajnë këtë bir i Perëndisë, pra biri i Allahut, e quajnë biri i Mariamit. Pra është teologjia e tyre, çfarë bëjnë? Po ta marrësh po t'ia thuash një fëmijë që është i zhveshur nga këto mësime fetare. Ti thua shiko kur ke një perëndi, Allahu apo kush do të qoftë. Shon frymën e tij dhe një virgjëresh dhe lind kjo virgjëresh një djalë. Ku është ky djalë? Ai do thotë Allahu është, sepse Allahu çe frymën tek grua dhe lindi. Pra muslimanët te kjo pikë ngjajnë me krishterët. Po ata nuk pranojnë që Krishti është biri i Perëndisë. Dhe nuk pranojnë që ka fjalën e jetës, ndërkohë që thonë që ka librin. Po që është teologjia tyre dhe unë nuk më takon mua të flas për teologjinë islame. Unë po them vetëm dallimet që nëse pranon Krishtin si biri i Perëndisë dhe shpëtimtar, që është kufizuar për mëkatet e tyre, për tona, si e vetmja rrugë shpëtimi, ata thonë që ky është shirk, është mëkat, dhe Allahu nuk e fal vetëm këtë mëkat, dhe ti shkon direkt në terr. Pra nuk ka falje. Kurse krishterinë mësojnë që Zoti Perëndia fal çdo mëkat nëse pendohesh. Pra shikoni, pra jo vetëm Krishti, ata thonë nuk fal, kurse ne themi Perëndia falësh, falës. Falë atje çdo mëkat kos pa dijes, kur ne nuk dinim çfarë bënim. Ishim zhytur në mëkat, në fatkeqësi nuk e dinim. Perëndia i fal thotë dhe në Biblën thotë që edhe sikur mëkatet tuaja të jenë kuqe si gjaku, unë do t'i bëj të bardha si bora. Por e janë i diskutojmë për. Më falni, do më që të pendoheni, të shkosh para Zotit. Dhe përveç sa që Perëndia fal, në Biblë mësohet që vetëm nëse pendohesh, pra kthehesh te Perëndia, vetëm me anë të besimit në Krishtin shkon në parajs. Jezusi thotë unë jam rruga e vërtetë dhe jeta, askush nuk shkon tek Ati vetëm përmes meje. Kështu që është shumë vargje të tjera në Kur'an që kanë lexuar, por nuk ja vlen domethënë koha sepse nuk jemi këtu për të debatuar, jemi në tepër unë jam në shërbimin tuaj për të përgjigjur në kuadrin e psikologjisë shpirtërore që vjen një shpirtërisht dhe të besoni që Perëndia ju do, Perëndia është falës, është i mirë dhe është pranë atyre që i kërkojnë. Kur ti dallim shumë në Kur'an shkruhet që Allahu është i shpejtë në zemërim, kurse në Bibël shkruhet që Perëndia është i ngadalshëm në zemërim. E kështu tjera, pra nuk është i njëjti Perëndi, ai i Kuranit dhe ai i Biblës. Përpos faktit që Kurani është shkruar pas vdekjes profetit të Islamit të 600 sa vite pas krishterërimit. Pra, që këto do thoja dhe po e mbyll me pyetjen e fundit. Në fakt nuk e kam shënuar, por e mbaj mend një vajzë që më shkruan, edhe besimtare muslimane. Në fakt, shpandi që ishte në ankth, kishte probleme në familje të tjera dhe ishte shtuar një problem kur kishte pyetur një psikolog në Instagram, thoshte ajo, për në lidhje me anktin. Dhe pasi ishte prezantuar, i kishte thënë që shkruante edhe poezi dhe psikologu kishte thënë direkt që hiq dorë nga poezit, se ndryshe nuk do shërohesh domethënë diçka e tillë. Tani, çfarë kisha për t'i thënë vajzës, ja kam shkruar dhe kam inkurajuar, duke një vajzë e çiltër. Dhe po çfarë do të shtohem tepër për ju, miqë, ndiqni, kujdes me këtë këshillojeni. Kujdes me këtë këshillojeni sepse njerëzit janë mëkatarë në përgjithësisht dhe shumë njerëz për të fryrë atë egon e tyre japin dhe këshilla vend e pa vend, dhe flasin vend e pa vend, shkeleshko dhe nuk i marrin parasysh pasojat. Se çfarë barrësh nga kujt tjetrit, çfarë rëndesash, çfarë gjendje emocionale i shkaktojnë, çfarë përkeqësimesh, pra nuk i marrin parasysh. Kështu që keni kujdes dhe jo më kot Zoti Jezu Krisht thotë që ditën e gjykimit do jep një llogari për çdo fjalë të kotë që keni thënë. Dhe këtë nuk e them për të gjykuar psikologun, ai ka punën e tij, nuk kam gjë me të. Po kujdes kujt i kërkoni këshilla. Unë vajzës i ndava që nuk është poezia problemi. Nëse ju shkruani poezi, është një talent që u ka dhënë Zoti. Dhe në fakt dhe shkrimet e shenjta që ne kemi sot në Bibël, quhet Bibël sepse janë librat e shenjtë, pra bibliotek, nga fjala bibliotek. Por në Bibël ka ligjin, ka historinë, ka ungjillin për lajmin e mirë, ka letrat e apostujve, por ka dhe poezi. Pra këngët e Salomonit janë poezi, për shembull. Psalmet janë poezi. Disa nga fjalët e urta kanë konnotacion poetik.
Kështu që një njeri thot lëre poezinë. Dhe si thua, lëri talentet që ka dhënë Zoti, lëri dhuntit. Më kupton dhe do shërohesh. Kështu që keni kujdes sepse jetojmë në disa kora, sidomos me teknologjinë e informacionit që gjithë kanë zë tani. Dhe lloj njerëzish, ata mund të jenë vetë të çmendur, po flas shumë hapur si vllai, si vllai motrës. Mund të jenë njerëz dashakëqinj, mund të jenë njerëz me probleme, mund të jenë pervers, mendjeprishur. Pra kujdes me kë këshilloni. Dhe mos shikoni reklamat si dalin në fotografi, si buzëqeshin e më të thash. Keni shumë kujdes. Populli në thotë mos shiko vunën, shikoj punën. Në Bibla vjen dhe kjo, Perëndia shikon zemrën. Ku mund t'i gjeni këshillat? Unë gjithmonë ju këshilloj. Kërkoni një kish. Kërkoni një kish, këshilloni me pastorin e kishës. Nëse jeni në traditë tjetër, katolike, ortodokse, njësoj, mjafton t'i gjeni një kish. Filloni studimin e Biblës, lutuni Zotit, dhe do keni këshillat më të mira nga Zoti. Dhe Zoti do ju flasë në zemër, do ju flasë nëpërmjet njerëzve, po Zoti flet në kish, nuk flet në Instagram. Tani mund të flasin në Instagram nëse ka krishterat, dhe unë vetë për ca kohë kam përdorur Instagramin. Dhe Zoti e ka bekuar dhe ka përdorur për inkurajim. Por gjeni njerëz që kanë zemër për Zotin dhe aty merrni këshilla. Duke thënë këtë, unë ju jap bekimet e Zotit dhe ju nxjerr inkurajim të më shkruani sërish, nëse do keni pyetje, qoftë për to që diskutuam, qoftë për gjëra të tjera, qoftë për teologjinë kristiane, për jetën e krishtere, për çdo gjë tjetër. Sa të gjej mundësi, do ju përgjigjem dhe shpresoj që deri atëherë të jeni mirë dhe Zoti t'ju bekojë. Faleminderit.